Instagrami është platforma më e mirë ku yjet e Big Brotherit do të mbajnë audiencën mbërthyer me informacione për e me thumba që hedhin karshi njëri tjetrit. Thumbi radhës është sërish nga Jozi, duke se ai është qepur gjestit pasi çdo veprim që bën gjesti e bën dhe ai. Ishte mbrëm fituesi Big Brother Albania VIP 4 që në një postim në story tregoi që ka gati këngën e re dhe do të filloj kështu një epokë të re. 2 orë më pas, po në Insta Story, Josefin Marko tregoi për ndjekësit e tij që ka gati një këngë të re, duke si një lloj ngacmimi që ende vijon jashtë nga ana e Jozit. Pasi gjesti do të rikthehem në post Big Brother, as shuplakën nuk e komentoi. Kur u pyet nga Ledioni se si u ndjen ato momente apo se si e shet tani që kanë kaluar pak ditë, ai heshti dhe nuk tha asgjë. Në rrjet, kjo u gjykua dhe u vlerësua le të themi në 2 kampe. Për mua, bëri mirë që heshti dhe nuk i dha më shumë zë një veprimi që i kemi dënuar të gjithë. Një shuplak e cila do të mbetet për jetë e një llosur në rrugtimin që Jozi pati në Big Brother, edhe pse le të themi ishte një rrugtim ku kishte edhe ai të mirat e tija, për një mbyllje të cilën e bëri me dhunë. Nuk besoj se gjesti nuk foli pasi ka frikë apo i ndruhet diçkaje, por mendoj se nuk i dha zë, por mos t'i dhënë më shumë komente, edhe nëse do të fliste, do të thonin pse nuk tha këtë, edhe kur heshti, përsëri flitet që nuk foli apo se ndruhet apo ka diçka apo ka peng apo ka frikë, sërish do të flitet. Por me mua, me heshtin ai e mbylli të gjithë kapitullin e tij brenda Big Brotherit. Më së shumti edhe për pyetjen që u bë për shuplakën, ai heshti për të treguar edhe një herë mirë që nuk rendet pas dhunës apo nuk jep le të themi drejthije që shkojnë në këtë rrugtim. Nga ana tjetër, duke mbetur te Instagrami, edhe Egli nuk ka qëndruar pas. Edhe e ka treguar që ka gati një këngë të re. Me sa duket, yjet e Big Brotherit janë futur të gjithë në studio edhe do të publikojnë njëri pas tjetrit materialet e para që pas daljes nga Big Brother. Por nga ana tjetër, veprimi i Eglit është se ka fshirë çdo postimi të saj që ka pasur me gjestin në Big Brother, një freski, ndoshta kjo për një kapitull të ri. Ashtu sikur se ka bërë gjesti, ku ka fshirë gjithçka dhe ka lënë vetëm foton e djeshme ku ka treguar që do të vijë së shpejti me një projekt të ri muzikor. Ndoshta kjo është një lloj taktike që le të themi të gjithë artistët e ndjekin, ku japin vëmendje projektit që kanë në dorë. E për ta përmbyllur këtë troçm me Redin, shoh që Jozi donse nuk e bën me vetdije, por reagim. Edhe për ta përmbyllur këtë troçm me Redin, dua të ndalem sërish tek Jozi dhe tek gjesti, pasi shikoj një lloj tendence ndoshta për të provokuar apo për të hedhur thumbe apo për të bërë interesant dhe për të bërë viral në rrjet, shikoj një lloj përndjekje në thojza që ai bën gjestit, siç ishte në rastin e parë, ku gjesti publikoi një foto në një Lamborghini, nuk vonoi shumë edhe Jozi bëri të njëjtën gjë. Edhe mbrëm, ishte gjesti ai i parë që publikoi një foto duke u treguar djegësve të tij që do të vijë me këmbë, edhe Jozi e bëri një orë më pas duke treguar që do të vijë sërish edhe ai, le të themi, me një këngë. Rastësi në këtë fushë nuk ka, por besoj që do të jetë diçka që nuk do ta përdori për shumë gjatë, pasi mund të bëhet e bajatshme kjo lloj, le të themi, thumbi që ai po i bën gjestit. Besoj që nuk do të vonoj shumë edhe do të fokusohet më shumë në jetën e tij se sa në atë që la pas Big Brother, edhe pse Big Brother nuk harrohet lehtë për të gjitha situatat apo për të gjithë banorët dinamik. Në ditët në vijim mund të kemi drama të reja, ndoshta edhe më të forta se ato brenda Big Brotherit.